Unë jam Drita, ky është Virtual News, lajme. Përshëndetje, unë jam Drita dhe ky është Virtual News. Sot flasim për një ndryshim të madh që po ndodh në tregun e pasurive të paluajtshme. Inteligjenca artificiale po transformon mënyrën se si njerëzit blejnë dhe shesin prona. Nga agent virtual që komunikojnë me klientët në çdo orë të ditës, deri tek analiza automatike e çmimeve dhe prezantimet digjitale, teknologjia po sjell një epokë të re në industrinë imobiliare. Ekspertët parashikojnë që në vitet e ardhshme, blerësit do të mund të vizitojnë prona virtualisht dhe të marrin rendime më të shpejta fal të dhënave inteligjente dhe sistemeve AI. A është kjo e ardhmja e tregut të pronave? Virtual News do të vazhdojë t'ju sjellë zhvillimet më të fundit. Ndiqni kanalin dhe bëhuni pjesë e lajmeve të së ardhmes. Ky ishte Virtual News. Faleminderit që na ndoqët.